Misteri i varrit të humbur të Jezu Krishtit. Për shumicën e feve, ndjekësit besimtar kanë atë vendodhjen që duhet vizituar të paktën një herë në jetë. Muslimanët vizitojnë Mekën, budistët kanë Lumbinin dhe hindut kanë 7 qytete të shenjta që mund të vizitojnë, por për të krishterët përgjigjja nuk është aq e qartë. Ata që shpresojnë të vizitojnë Jeruzalemin, duke dashur të shohin varrin e Krishtit, mund të habiten kur të mësojnë se ai supozohet të jetë i shtrirë jo në një, por në 3 vende të ndryshme. Vendi i saktë ku thuhet se është varrosur Jezusi është debatuar për qindra vjet. Me shpresën se vendodhja nuk i ka humbur kohës, në këtë episod ne po bëjmë pyetjen: ku është saktësisht varri i Jezusit? A i doni misterin dhe aventurën? A vazhdoni gjithmonë të kërkoni gjëra të reja dhe enigmë? Atëherë jeni në vendin e duhur. Abononi në kanalin tonë në YouTube dhe aty do të gjeni shumë histori interesante dhe të jashtëzakonshme. Unë i premtoj që do të jetë një eksperiencë e mrekullueshme. Pamja e parë na çon në varrin e familjes Talpiot, i zbuluar më 28 mars 1980 nga punëtorët e ndërtimit. Varri ndodhet 5 kilometra në jug të qytetit të vjetër të Jeruzalemit. Thuhet se varri përkiste një familje të pasur gjatë shekullit të parë, me datim karboni të vendosur në varr. Siti ishte ndërtuar gjatë periudhës së dytë të tempullit 538 deri në 515 para erës sonë. Brenda varrit